Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammedin ibn Abdillahil Amin. Thumma amma ba'd. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall me falenderimet të cilat I përkasin vetëm madhështisë së Tij. Dërgojmë paqe dhe salavatet mbi zotëriun e gjithë pejgamberëve, Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik, edhe të gjithë ata që e ndjekin, edhe pasojnë rrugën e tyre pa shpikje dhe devijime deri në ditën e gjykimit. Më pas falënderimi është për hoxhën tuaj, hoxhën e xhamisë, Allahu e shpërbleft. Vërtet është për të marrë shembull për organizimet e tij, për aktivitetet e tij, për ta mbajtur të xhamat e këtë xhami. Lutë Allahun Azza wa Jalla që t'ia vendos të gjitha këto përpjekje në peshorën e veprave të mira. Po ashtu dhe ju pjesëmarrës të nderuar, lutë Allahun Azza wa Jalla siç na mblodhi këtu, të na mbledh ashtu së bashku në xhenetet e tij të larta. Amin. Siç edhe ju kemi lajmëruar, siç edhe e përmendi hoxha, që këto 5 ligjërata me 5 hoxhallar të ndryshëm vinë në kuadër apo në zinxhirin e para përgatitjeve tona që duhet të bëjmë përpara Ramazanit. Vinë këto ligjërata, këto këshilla vllazërore midis nesh me qëllim që të këshillohemi mes vete dhe të karikohemi me njëri tjetrin. Me qëllim që kur të vinë këto ditë, kur të vi ky muaj I madh, ta shfrytëzojmë atë ashtu siç I përket madhështisë së këtij muaji. Para se të filloja me mësimin, I kam 2 parathënie. Parathënia e parë është hadithi që do të shpjegohet gjatë kësaj periudhe me 5 hoxhallar të ndryshëm. Ka transmetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Abbas se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po këshillonte, po jepte porosi dikujt në kohën e tij. Edhe I tha: "Ightenim khamsan qabla khams." Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Ki parasysh I thot profeti këtij njeriu, se po e këshillonte. E normalisht këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai fliste janë gjithëpërmbledhëse, janë tepër të vlefshme. I kishte fjalë pak po kuptim shumë. Imagjino, e ka përmbledhur jetën e të gjithë njeriu, dynjan e tij, ahiretin e tij e ka përmbledhur vetëm në këto 5 këshilla. I thot, ki parasysh 5 gjëra sepse ato janë të lidhura ngushtë me 5 të tjera. Po erdhi njëra, do të vi tjetra se s'bën. Prandaj thot, duhet I shfrytëzoj këto 5 para se të vinë 5 të tjera. E kush janë ato? I thot, ightenim shababek qabla haramik. Shfrytëzoje rinin tënde para se të vi pleqëria, që kjo është ligjërata jonë e sotme. Nuk do të thotë që keni shpëtuar, është thënia e pejgamberit. Amin. Shfrytëzoje rinin para se të vi një moshë, një kohë kur ti s'do të kesh mundësi më për asgjë. Pastaj thot, wasihatek qabla saqamek. Shfrytëzoj gjithashtu shëndetin tënd para se të vi smundja. Wa ghinaka qabla faqrik. Shfrytëzoj gjithashtu pasurinë tënde përpara se të vi varfëria. Thot, wa firaghika qabla shughlik. Shfrytëzoje
kohën tënde të lirë para se të vi një periudhë, një kohë kur ti s'ke më kohë. Wa hayataka qabla mautik. Shfrytëzoje edhe jetën tënde para vdekjes tënde. Shfrytëzoje jetën para se të vi vdekja. Këto ishin 5 porosit e mëdha gjithëpërfshirëse që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë këshill me këtij personi, por që janë për të gjithë umetin e tij deri në ditën e gjykimit. Ku është parathënia këtu? Parathënia është kjo në formë pyetje. Tani në fund të hadithit, profeti sallallahu alaihi wasallam i thot këtij njeriu, i thot shfrytëzoje jetën tënde para se të vi vdekja. Dakor? Usta. Ka du të shfrytëzojmë jetën para se të vi vdekja. Jemi dakord deri këtu. Mirë po, e çuditshme është pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fillim i tha shfrytëzo rinin tënde para se të vi pleqëria. A nuk është rinia pjesë e jetës? A është apo s'është? Pse ka veçuar profeti rinin? Dakor. Është një përgjigje. Allah shpërblet. Pra, shiko, nëse do të shikojmë, rinia është pjesë e jetës, mund mjaftohej profeti sallallahu alaihi wasallam me fjalën e tij shfrytëzo jetën tënde para se të vi vdekja. Shfrytëzo rinin e tjerë që janë pjesë e jetës. Mund të përmbledhë profeti gjithë të gjë me një fjalë, shfrytëzo jetën edhe u kry. Mirë po thot, shfrytëzoje të Dakor? Mirë, është edhe kjo i përgjigje, mirë. Allah është shpërblet. Si? Bravo. Kjo është që do të përqendrohemi sot. Këtë gjithashtu, këtë lloj metodologjie që ka veçuar profeti sallallahu alaihi wasallam rinin nga jeta, edhe pse ato të dy janë njëta, janë bashkëngjitura. Në një hadith të transmetuar nga Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Mas'ud se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, gjojë me vëmendje. Thot la tazulu qadama 'abdin يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 4 وفي رواية عن 5. Thot nuk kanë për të lëvizur këmbët e robit, e njeriu, nuk do të lëvizin ditën e gjykimit, derisa të pyeten për 4 gjëra. Në një transmetim tjetër, derisa të pyeten për 5 gjëra. Pra nuk do të lëvizin këmbët e birit Ademit, do të qëndrosh përpara Allahut. Nuk do të shkosh as në xhenet as në zjarr, jo. Derisa të realizohen këto pyetje. Thot hatta yus'al an derisa të pyetet për 5 gjëra. An hayatihi kayfa afnahu, derisa të pyetet për jetën e tij, si e harxhoi atë, si e jetoi, wa an shababihi kayfa ablahu, dhe të pyetet për rininë e tij, si e kaloi këtë rini. Opa, 2 gjëra prapë. Pra thot fillimisht do të pyetet, madje nuk do të lëvizi nga Allahu, derisa të pyetet për 5 gjëra. Prej atyre gjërave që e kam 2. E para, të pyetet për jetën, si e kaloi jetën tënde, e gjithë jeta. Pastaj e dyta do të pyetesh specifikisht edhe për kë, për nin, si e harxhove, ku e çove. Shiko se çfarë rëndësi i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rinis. Pra, sipas kësaj, i bie që njeriu në ditën e gjykimit do të pyetet për 2 gjëra. Pyetje e përgjithshme dhe pyetje specifike. Pyetja e përgjithshme është si e kalove jetën e përgjithshme. Si shkoi jeta në mënyrë të tërësishme. Pastaj, hajde kalojmë pak më ngushtë, hajde kalojmë pak më specifikisht. Urinin, si e kalove. Pra kjo është një metodologji që
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur t'i tregojë njerëzve që keni parasysh këto 5 gjëra, por nënvizoni, veçoni veç rinin. Pse? Do ta shikojmë në gjithë të ligjërat që do të kemi sonde inshallah së bashku. Për këtë arsye ai pasaj që e shfrytëzon si duhet këtë, i ka premtuar Allahu Azza wa Jall, i ka premtuar shpëtim ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur. Thot sab'atun yudhilluhumullahu yawma al-qiyamati yawma la dhilla illa dhillu. 7 kategori njerëzish, 7 grupe të caktuara, kategori njerëzish, do t'i veçojë Allahu, do t'i strehojë në hijen e arshit të tij, në hijen e Allahut, në hijen e arshit të Zotit. Ditë ku nuk ka hije tjetër përveç arshit të tij, nuk ka hije në atë kohë. Sepse dielli do të jetë afër kokave dhe do të jetë varësisht gjunave të njeriu si dënim. Atë ditë do të kërkojë njeriu shpëtim, freski, hije, ftohtësi etj. S'ka. Përveç këtyre kategorive, 7 kategori. Prej atyre kush është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Një djalë i ri, djalë mosh i ri që e kaloi jetën e tij në ibadet të Allahut, në adhurim të Allahut. Në një transmetim tjetër thot fi ta'atillah, në bindjen ndaj Allahut. Pra ai i riu që e ka kaluar jetën në adhurim dhe në nënshtrim të Allahut, 2 transmetime. Në nënshtrim të Allahut dhe në adhurimet e Allahut Azza wa Jall, pra qenë ka i riu që e ka kaluar rinin e tij në adhurim të Allahut. Pra ky që e stopoi jetën e tij, ky që nuk ishte si të gjithë shokët e tjerë të shfrenuar, që bënte çdo gjë që ai i donte endja. Ky u frenu për hir të Allahut, pritje se kam një Zot, kam ditë gjykimit që do të jap llogari. E Allahu Azza wa Jall nuk e la bosh këtë mund dhe sakrificë të tij. Duke pas parasysh se dëshirat e të riut janë të mëdha, epshet e tij etj. Në njëherë merr rryma, merr shoqëria, ky thotë jo stop se u kam Allahu Azza wa Jall do ta strehoj në një vend që jo çdo kush e meriton në atë ditë. Jo çdo kush e ka dhe do ta ketë. Do ta ketë vetëm ky që stopoi jetën e tij dhe veten e tij vetëm për hir të Allahut. Pra është ai i riu. Parathënia e parë. E dyta, pse ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rinin nga jeta dhe nga të gjitha këto të tjerat? Tham sepse të gjitha këto 4 të tjerat, pra koha, jeta etj. Janë të lidhura ngushtë me rinin e njeriu. Koha, jeta, pasuria etj. Që u përmendën në këtë hadith janë të lidhura ngushtë me rinin. Për këtë arsye ka veçuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rinin. Po dakord se ky xhaxhi tha mirë. Kush është rini? Ç'a kemi për qëllim rinin? Rini kemi për qëllim nga mosha e hyrjes pjekurisë, këtë do ta thoya që në fillim po më kaloi. Nga mosha e hyrjes pjekurisë, kur hyn në moshën e bulughut, 14 vjeç, Allahu shpërblet, 14-15 vjeç, derisa pleqëri që ti s'ke mundësi më për të bërë asgjë. Kjo është rinia. Jemi dakord? Kështu që si pasoj futën edhe ju ke rinia, kështu i bie. Po rria pse? Mëshira e Allahut është e madhe, çka ke? E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë këto 5 porosi këtij njeriu, që njeriu të thrasë mendjes që të ketë gjithmonë parasysh të shfrytëzoj rastet. Të shfrytëzoj rastet, sa herë që i jepet një mundësi do ta shfrytëzojë të direkt, jo ta lëj. Për këtë arsye thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton nga Imam Buhariu, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ni'matani
maghbunun fihi ma kathirun min an-nas. Dy gjëra njerëzit tregohen ndaj tyre neglizhent. As-sihhatu wal-firagh. Shëndeti dhe koha e lirë, nuk e japin hakun si duhet këtyre dy gjërave. E për këtë arsye ata do të merren llogari të gjykimit për këto dy gjëra. Do t'i marrë Allahu llogari sepse nuk i shfrytzuan. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë nxisë sahabët që i ndodhi një rast, një diçka shfrytzohej direkte. Pra qëllimi këtyre pesë këshillave që i dha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij njeriu është që të shfrytëzon rastet para se mos kemi më mundësi t'i veprojmë ato gjëra. Je i ri shfrytëzohet se do të vijë një moment që s'do kesh më mundësi, thosha, ti isha dhe je i ri. Ose ke kohë për momentin, ke kohë ti. Shfrytëzohet për Allahun se do të vijë kohë kur s'do kesh mundësi të hash, s'do kesh kohë të hash bukë. Të kisha edhe herë kohë, se ke shfrytëzuar, pra se po të shfrytëzoje, nuk do të ishte kjo fjala po të thosh alhamdulillah, unë kam shfrytëzuar dhe për hir të Allahut. Njeriu do të ketë kohë dhe për Allahun, edhe për veten, edhe për të gjithë. Dakor? Normalisht kemi edhe një parathënie tjetër, po i bi në pika të shkurta që të futemi në term direkt. Pse nata jon për të rinjun? E para, periudha e rinis është periudhë ku njeriu ka mundësi të bëjë shumë gjëra, sepse vjen midis dy dobësive. Forca, fuqia e të riut vjen midis dy dobësive dhe pamundësive. Dobësia e fëmirisë dhe dobësia e pleqërisë. Vjen midis këtyre dy dobësive. Për këtë arsye thot Allahu Azza wa Jall, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin. Allahu Azza wa Jall është ai i cili ju krijoi juve nga ku ishit të dobët, vegjël. Pastaj thot thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Pastaj pas kësaj dobësie që ju ishit vegjël dhe s'kishit mundësi, ju ndronte nëna, ju jepte për ngrënë për të pirë nëna etj. S'kishte mundësi, s'ke fuqi, ka kishte fuqi, i vogël. Pas kësaj dobësie thot Allahu Azza wa Jall ju dha forcë. Pastaj thot pas kësaj force ju dha da'fan wa shayba. Pas kësaj force, kësaj fuqie që ju dha, kalohet prapë në një dobësi të dytë, edhe thinja, pleqëri, domethënë dobësi dhe pleqëri dhe thinja. Pra, vjen rinia midis këtyre dy dobësive. Normalisht të rinjt janë burrët e të ardhmes. Por ajo që është më e rëndësishme është që me të rinjun është më lehtë të punohet se sa me të vjetrin. Me të vjetrin kemi për qëllim atij i cili i ka ngulitur disa bindje në kokë, disa mendime, edhe nuk ndron më ai. Kemi pas edhe pleqë të xhamia etj. Aty Allahu i shpërblet, edhe Allahu i mëshiroft se ka ndruar jetë. Domethënë, kur ne i thoshim diçka o xhax, ure e kupton unë kam 20 vjet shkollë. Ti e di shumë mirë që unë kam nejdur pa bukët e për të mësuar dy fjalë. Pra nuk të du të keqen kur të mësoj diçka, se po tjetë për të keqë them qa kokën. Po unë të vitë them o xhax, nuk është rregull. Jo, më nuk e ndron njëri, unë kështu e kam mësuar kitab, thotë. E kupton, se ndron njëri më ati. Kështu. E unë nga një anë kjo më gëzonde sepse thoje subhanallah, kur unë hoxh kaq vite, kaq eksperiencë, nuk e ndroj dot mendimin, jo më pasaj të ndronte sistemi e asaj kohë, aq të fortë kanë qenë në atë sistem, pra kjo lloj force e atyre, se ndroi dot sistemi atyre. E kupton? Pra, ideja është që një njeri që është rrënjosur në disa gjëra është vështirë tashmë, kurse një njeri i ri që s'ka është bosh, e mbjell tokën si do. Dakor, hymë në temë. Por kemi duke folë, ne? Jemi duke folë për të rinjun. Jemi duke folë për të rinjun. Ju duhet dini që të gjithë pejgamberët, të gjithë profetët e Allahut kanë qenë djemë të rinj. Kanë qenë djemë të rinj, nuk ka pas pleq. Pra i ka ardhur shpalla i ri, bëhet fjalë,
I ka ardhur shpallë, është bërë profet kur ai ka qenë i ri, jo plak. Për rëndësinë që ka i riu, se ka mundësi të bëjë shumë gjëra të tjera siç do ta shikojmë edhe më poshtë. Prej atyre mund të veçojmë për shembull Ibrahimin alayhis salam. Ibrahimi ka qenë miku i Allahut, i dashuri i Allahut, mik i Allahut ka qenë ky njeri. Për shkak të sakrificave të tjera, është bërë një nga pejgamberët më të lavdëruar dhe më të mirë. Kur i erdhi shpallë, ishte djalë i ri, djalmosh. Dhe i bënte davet, i bënte thirrje popullit të tij, që duhet të hiqni dorë nga idhujtaria, nga shokvënia ndaj Allahut. Mos adhuroni statujat, mos adhuroni drurët, gurët, sepse s'kan mundësi. Adhuroni vetëm Allahun, ata nuk e dëgjonin. I thoshën, ore këto që adhuroni ju s'kan mundësi, nuk dëgjojnë, nuk. Ata i thoshin, pse na i shan zotrat tanë? Po nuk po i shaj, po s'kan mundësi. Ai është dru, ku do më ngjoj muaj? Ne po ata ja ishin të verbuar dhe adhuronin këto. Në fund fare pastaj, kur e pa Ibrahimin që nuk po e dëgjonin më, nuk po i bindeshin populli i tij, shfryzoi një rast kur ata kishin një festë, populli i Ibrahimit kishte një festë, që mbriteshin me burra, me gra, me fëmijë, në një vend të caktuar. Ibrahimi nuk shkoi. Dhe shkoi tek vendi, te këto statujet që populli i tij adhuronte, shkoi dhe i thyu gjitha. I thyu me spatë, i bëri copa, thyu zotrat, e kupton? I thyu dhe la vetëm njërin më të madhin e tyre, statujen më të madhe. Edhe i vari spatën në qafë. Kur erdhën ata thanë, kush e ka bërë këtë me zotrat tanë? Kush i vrau zotrat tanë? Kush i shkërmoqe zotrat tanë? Thuhet ky fjalë për Zotin? Zot që s'pas ka mundësi të mbroka veten e vet? Dhe ta tani po mendonin kush mos e i që i ka bërë këtë gjë, ne ishim gjithë atje ku? Thanë disa, Allahu azza wa jalla thot, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dikush tha, ore, pritje se ne kemi dëgjuar një djalë të ri që gjithmonë i përmendte zotrat tanë për keq, i shante e tjerë. I thonë një farë Ibrahimi. Që i thanë ishte një djalë i ri, se pas ka qenë djalë i ri Ibrahimi? Po, ka qenë djalë i ri. Pikërisht në kulmin e rinisë së tij u bë pejgamber dhe bëri gjithë sakrifica. Gjithashtu, po ta shikosh ngjarjen e Jusufit alayhis salam, pejgamber për pejgamberëve të Allahut, e mbushur plot me mësime dhe me përfitime dhe me dobi. E ne kemi në lidhje me Jusufin 20 ligjërata, të cilat kënaqesh ti dëgjosh aq histori të bukur të cilën e ka lavdëruar Allahu azza wa jalla në Kur'an. I thot ne po të tregojmë ty o Muhammed historinë ahsan al-qasas. Po të tregojmë o Muhammed historinë më të bukur historikisht. Historinë e Jusufit. Edhe ai ishte djalë i ri. Ishte fëmijë u rrit etj, e rriti ajo gruaja që e rriti, edhe që donte të bënte me atë haram, Jusufi alayhis salam, edhe për shkak të asaj që ishte i ri, e kupton, i pamartuar etj, e frenoi epshin e tij, frenoi hidhërimin ndaj Allahut azza wa jall. Kjo ishte domethënë ajo forca e të riut. Pra, tregon që Jusufi pas ka qenë djalë i ri. Kjo sa herë që përmendim Jusufin, gjithashtu më vjen në mendje një ngjarje që ka ndodhur në kohën e Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kur ai ishte prijes. Ishte prijes i besimtarëve. Ishte një i ri, i djalë shumë i ri.
e donte Allahun, adhuronte Allahun shumë, ishte i devotshëm dhe Umeri e donte shumë atë. Umeri e donte shumë. Mirë po, në kohën e tij ju qep një gocë, një vajzë. U dashuru me këtë. Edhe e ftonte për haram gjithmonë. Ky thoshte, jo, unë kam frikë Allahut. Jo, do bëhet, ky thoshte, unë kam frikë Allahut. Mos më ngacmo për gjëra të tilla. Jo, po unë të du, ju qep vetë kjo. Kur e pa u bin tashmë që nuk e pranonte ky djali, dëshiroi t'i bënte një kurth. Një kurth këtij djalit. Shkon të një faltore, do të një grua plak. E tregon që unë kam rënë dashuri me njërin, pa i nuk pranon. Kam rënë dashuri, po ç'të i thotë që gruaja ma lërë mundor. Shkon kjo gruaja plak dhe takon të djalin, thotë kam një hall në shtëpi, vim ndihmon, si jo, i thotë, ishte i uritur për vepra të mira ky djali. Hajde, i thotë, se kështu. Kur hyn ke shtëpia gjen të gocën, mos të më bërën kurth. I mbyll derën dhe i thotë kjo goca, i thotë tani, i thotë do më dorëzohesh se ndryshe unë thotë do bërtas, do të vinë njerëzit e do të thonë që ti ke bë çka ke bë me këtë. E kështu do ta kesh më keq. Edhe gjë s'bërë dhe këtë do ta kesh më keq. Kështu që do të më bind mua. Jo, i thotë, do bëhet, nuk bëhet, më bëj çfarë dush. Vërtet kjo goca, vinë njerëzit të shqyjnë derën, e kapin e rrafin këtë dhe çojnë përpara Umerit. Mi po në kohën e Umerit ishte problem i madh. Ishte problem kjo gjë. Kur e shikon Umeri këtë, thotë mos vallahi, të ngrenduar, thotë o Zot mos më zhgënjej ndaj këtij njeriu të ri, ndaj këtij djaloshi, sepse kam pas besim, kam pas mendim të mirë për të. Kur vinë ta njerëzit i thonë gjetëm thotë me filan, thotë filan. I thotë Umeri prit. A është vërtet? I thotë ti djali, i thotë o prisi besimtarëve betonte Allahut, nuk kam bërë asgjë. Përkundër i thotë ma bërën kurth. Unë nuk pranoja atje. Ashtu i thotë Umeri po. Mirë. Kush ishte ajo plaka? Thotë nuk e më mend, nuk e di, nuk e njoh. Më mbledhin i thotë gjitha plakat e qytetit. Ja mbledhin Umerit. Edhe i thotë Umeri këtij njeriu, shikoj thotë a i njeh thotë plakën, i merr me radhë këtë. Kur e njeh vetë plakën, e kjo është. I shkon Umeri asaj, se Umeri ishte nga natyra, ishte i sert. Një tek bërtitje i bëri kësaj plakës, pranoi ajo plaka, po thotë unë e bëra. Ai djali vetë nuk kishte fare, po unë e bëra vetë sepse kështu. Atëherë Umeri radhiyallahu anhu u gëzu dhe tha: Elhamdulillah, falënderimi takon Allahut që bëri që në popullin e Muhamedit të ketë një njeri si Jusufi alayhis salam. Falënderimi takon Allahut që pas ka akoma njerëz të mirë si Jusufi alayhis salam, popullin e Muhamedit alayhis salam. I riu që është i lidhur me Allahun azza wa jall, pra ka mundësi të bëj shumë gjëra. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot për Yahyan, i thot Zekerias, i thot wa atainahu al-hukma sabiyya, ne i kemi dhënë urtësi, zgjuarësi, mençuri Yahjas, ndërkohë që ishte akoma i ri. Pra pas ka qenë edhe i ri. Po ju e dini që edhe ata djalmoshat e shpellës të Surja Kehf, që ne lexojmë çdo xuma. Ata ishin djem të rinj, cilët kishin besuar te Allahu azza wa jall. I kishin dhënë premtim dhe besën Allahut. Prisja asaj kohe dhe njerëzit e asaj kohe detyrohen që mos adhuroheshin Allahun, të adhuronin statuja etj. Ta nuk besonin. Hoqën pikën e zezë në popullin e tyre. Derisa thanë një ditë hajde do largohemi tashmë se këta po na kthejnë popullin e tyre. Po na kthejnë në fenë e tyre, do të marrin masa. Dhe çfarë bërën ikën pra ngjarja, siç e dini, shkojnë në shpellë. Allahu azza wa jalla la ata argument dhe provë për besimtarët dhe për jo besimtarët. I la provë. Kaq vite ndenjën në gjumë. Edhe Allahu azza wa jalla thot innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
ata ishin djalmosha, ishin djemë të rinj, të cilët kishin besuar te Allahu, e ne për shkak të përpjekjes që ata bën, sinqeritetit që ata kishin për Allahun, i ashtuam besimin akoma më shumë dhe udhëzimin. I ashtuam udhëzimin me përpjekjen që ata bën. Ne po çfarë thot? Innahum kanu fitje. Fitje ka për qëllim djem të rinj, ishin djem. Pra kanë bërë këtë sakrificë. Thot Ibn Kathiri rahimahullah në komentimin e këtij ajeti kuranor, thot fa dhakara Allahu ta'ala annahum fitje. Allahu thot ka përmendur që këta banorët e shpellës pas kanë qenë djem të rinj. Wa hum shabab, wa hum aqbalu lil haqq. Dhe këta e pranojnë hakun të vërtetën më shpejt, më mirë, më bukur. E pranojnë të vërtetën më shpejt dhe më kollaj. Wa ahda lis sabil, dhe udhëzohen më shpejt dhe më mirë. Janë më të udhëzuar. Se sa nga ai që nuk ka mundësi, nga pleqt e thyrën moshë, s'kan mundësi për asgjë. Gjithashtu Musa alayhis salam pasardhësit ose ata që i besuan Musait ishin pikërisht djem të rinj. Kush ishin djem të rinj? Allahu azza wa jalla thot në Kur'an: "Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi." Thot tek Musai nuk besoi askush përveç disa pasardhësve nga populli i tij, përveç disa pasardhësve nga populli i tij. Që ka për qëllim tek Musai besuan vetëm pasardhësit e rinj, jo ata të vjetrit. Ata të vjetrit u përshtatën me faraonin, me ato keqtrajtime, maltrajtimet e asaj kohe, u përshtatën ata. Nuk erdhën më, nuk ikën më mas Musait. Po kush besoi faktikisht te Musai? Të rinjt, fëmijët, nipërit e tyre të vjetrëve që ishin në kthetrat e faraonit. Për këtë arsye që tha Allahu azza wa jall, tek Musai nuk besoi askush vetëm se dhurrije do thot pasardhës. Pasardhës të kujt? Nga populli i tij, nga populli i Musait në fjalë. Ata të rinj që erdhën më mbrapa thanë, "Shoqë na erdhë dhe hajde tash, më tikim." Kurse ngelen ata të vjetrit, ishin rrënjosur ata i pëlqeu ajo, si në kohën e komunizmit, edhe pse Enver i shtypi ata, i prapët ku je Enver, çu dhe i erdhë. I shtypi Enveri ata, çfarë si bëri, thotë, ti ishte edhe koha atyre, koha e tij. Më thënë, mësohet njeriu me atë sistem, mësohet vëlla, nuk i pëlqen. Edhe ata kështu ndodhi. Kush i besoi, kush e ndoqi Musan që i nxorri nga Egjipti për në vendin e shenjtë për Palestinë. Kush e ndoqi? E ndoqën vetëm të rinjt. Se mezi po e prisnin Musan. Erdhë shoqyr, hajde pra. Të rinjt që kishin guximin. Po të vëzhre, në udhëtimin e Musait alayhis salam, kur ai donte të takonte Khidrin, një pejgamber tjetër në atë kohë. U ngrit Musai alayhis salam një herë në popull dhe tha, po i këshillonte Ben Israilit, që futët. Edhe u ngrit njëri i tha, na knaqe o Musa, besoj se ka njëri më ditur se sa ty. A ka njëri më ditur nga ty? Thot Musa, jo, thot s'ka, unë jam më ditur. Edhe faktikisht ashtu ishte se ka njëri më ditur nga pejgamberi, s'ka shanse, nuk ka arsye me qenë një tjetër më i ditur nga pejgamberi. Edhe i me drejt tha, unë jam pejgamberi. Atëherë Allahu azza wa jalla tha, jo, pritje se ka më ditur nga ty. Kush është Allah? Që ka një person me emrin Khidr, do shkosh filan vend, do të lësh takim, edhe aty do takohesh. Edhe kush e shoqëroi Musai në këtë udhëtim? Thot Allahu azza wa jall: "Wa idh qala Musa li fatahu." Përkujto Muhammed kur Musai i tha atij djalit të ri që e shoqëronte, shërbëtorin shërbyesin e vet, që më vonë u bë
një për pejgamberëve më të spikatur, Jusha ibn Nun, Jusha u bë pejgamber nga shërbëtor i Musait, u rrit me Musa, i shërbente Musait. Ja ishte pikërisht ky djali i ri, ky i vogli që e shoqëroi Musan. Më vonë kush u bë kë? U bë pejgamberi më i spikatur sepse çliroi Kudsin në atë kohë. Çliroi nga duart e armiqve në atë kohë. Madje për këtë ka ndodhur një mrekulli natyrore që nuk i ka ndodhur as kujt përpara tij, as kujt pas tij, nuk do t'i ndodhi deri në ditën e gjykimit. Është ndalë dielli për këtë njeri. Duke çliruar Kudsin, Jusha, ky djalë i ri domethënë. Po këta e kishin zakon që kur luftonin atë kohë, kur nëse vinte akshami, nuk du të luftonin më, po këta ishin shumë afër, shumë pranë fitores. Donin ta marronin se s'bën çlirimin. Erdhi ajo perëndimi i diellit. Po të perëndonte ta lishin luftën. Ky nuk donte, e drejtohet diellit. Ku ti drejtohet me fti? Diellit. Jusha i thot ejetu hashams innaki ma'mura wa inni ma'murun. I thot o ti diell, unë e di që ti je i urdhëruar, po dhe unë jam i urdhëruar. Pastaj thot Allahumma ihbis alej. Thot o Allah, ndaloje diellin mos perëndoj. E ndaloi Allahu azza xhel diellin, nuk perëndoi derisa përparoi dhe e fituan muslimanët këtë çlirim, atëherë perëndoi diellin. Për herë të parë në histori ka ndodhur, alaykum salam rahmetullah, ka ndodhur që është ndaluar dielli të mos perëndoj. Ja, pra kush ishte? Allah shpëlbej. Kush ishte? Ishte ky djalë i ri, të cilin e përshkruan Allahu azza xhen në këtë ajet, thot wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughu majma' al-bahrain. Thot për kujtohu Muhammed kur Musai alayhi salam i tha djalit të ri, këtij djalmoshe, këtij të riu, i tha do të shkojmë, do të udhëtojmë derisa të takohemi me këtë njeri të mirë dhe të marrim mësim për këtë që ishte pra Khidri. Le të kthehemi tani tashmë se ajetet kuranore që tregojnë për të rinjt dhe për rëndësinë që kanë ata janë të shumta, kaq kisha përmbledhur. Mirë, po le të shikojmë pak tashmë nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga historia e bukur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju duhet dini që mbartësit, përcjellësit e Islamit kanë qenë të gjithë djemë të rinj. Ata që mbartën me vete Islamin, ata që u bën sebeb që Islami të vijë deri në ditët tona, kanë qenë pikërisht djalmosha. Gjoni me vëmendje se çka kam përmbledhur këtu. Kur ka ardhur Islami, për herë të parë, Ebu Bekri ka qenë 37 vjeç. Esmaja, vajza e Ebu Bekrit, ka qenë 27 vjeçe. Umeri radhiyallahu anhu ishte 26 vjeç. Uthmani ishte 20 vjeç. Aliu 8 vjeç. Abdurrahman ibn Auf 30 vjeç. Ebu Ubejde ibn al-Jarrah ka qenë 27 vjeç. Zubair ibn al-Awwam ka qenë 18 vjeç. E ngjoni me vëmendje ka janë burrat e Islamit. Këta janë shtyllët e Islamit. Ja këtë po përmendim 10 përgëzuarit në xhenet. Po përmendim ata burrë që mbajtën këtë Islam, e ngritën atë kohë, edhe që janë sebeb që erdhi Islami deri ditët tona. Por nëpërmjet kujt? Nëpërmjet këtyre, pra 14 vjeç Ibn Mesudi.
Aliu, 8 vjeç. Që po thumu? Zubejri ka qenë 18 vjeç, thamë. Zubejri ibn Awam, trimi më i madh mesin e sahabëve, 18 vjeç. Trimi më i madh mesin e sahabëve, s'ka pas më trim në aty. Talha ibn Ubaidillah, gjithë ta përgëzuar me xhenet, Talha ka qenë 11 vjeç. Sa ka qenë? 11 vjeç. Sa'd ibn Abi Waqqas, 17 vjeç. Ibn Mas'udi, 14 vjeç. Arqam ibn Abil Arqam, 12 vjeç. Ky fëmija, ky kalamani, është ai që liroi shtëpinë e tij dhe bëri medrese për pejgamberin dhe sahabët e tij. Se në ato kohë kishin frikë sahabët mblidheshin të mësonin Islamin. Shkonin fshehur dhe ke shtëpia e këtij kalamani. Më thojnë za. Quhet Darul Arqam ibn Abil Arqam, shtëpia e Arqamit. Ti 12 vjeçar. Shikoj me çfarë mbështet profeti me këta? Me këta, Aliu 8 vjeç, ky 12 vjeç, ai 14 me këta. Dakor? Said ibn Zaid, edhe ky i përgëzuar me xhenet, 19 vjeç. Ja'far ibn Abi Talib, vllai i Aliut, radhiyallahu anhu, ka qenë 18 vjeç. Suhejb ar-Rumi, që 20 vjeç. Zaid ibn Thabit, ai që ka mbledhur Kur'anin. Në kohën e do ta përmendim këtë gjë. Në kohën e Abubekrit është përmbledh Kur'ani, se ka qenë një libër. Ka qenë secili, dikush kishte gjysmën e Kur'anit, dikush çerekun, dikush 5 faqe, secili me përshpite veta. Në kohën e Abubekrit lindi nevoja për të përmbledh një. Jetë një. Kë caktoi Abubekri këtë. Zaid ibn Thabit, që ka qenë 20 vjeç. Khabbab ibn Aratta, 20 vjeç. Amir ibn Fuhejra, ka qenë 23 vjeç. Mus'ab ibn Umair, ambasadori i parë i Islamit dhe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, 24 vjeç. Do të flasim për këtë. Miqdad ibn al-Aswad, 24 vjeç. Bilali, po Bilali, ne dini sa vjeç ka qenë? 30 vjeç. Ammar ibn Yasir, 30 vjeç. Po Hamzai, xhaxhai i pejgamberit, sa ka qenë? 42 vjeç. Xhaxhai i pejgamberit, sallallahu alajhi wasallam, ka qenë 42 vjeç. Nëpërmjet këtyre u ngrit Islami. Këta, qoftë kalamaj, qoftë adoleshent, qoftë çuçat dushti, nëpërmjet këtyre u ngrit Islami. Normalisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbështeteshe gjithmonë këta djemë të ri. Mbështeteshe. Unë kam përmendur se po i kaloj, po ka shumë ngjarje po. Në evenimentin më të rëndësishëm të Islamit, që është hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në hijretin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mbështet të këta djemë të ri. Qa bëri? Ngjoni me vëmendje. I erdhi Xhibrili pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha Muhammed, shpejt urgjent ik nga Meka sepse idhujtarët kanë planifikuar për të vrarë. Kështu bërën plan ata, hajde ta mlidhemi nga një pjesëtar nga një fis. Çdo fis që kemi këtu nga një pjesëtar. Shkojnë dhe ta vrasin Muhammedin sepse s'po e durojnë dot më këtë Muhammed. Dhe tani pejgamberi i madh, zbret Xhibrili direkt, çu urgjent. Çka kanë bërë plan për të vrarë. Dakor. Tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bëri dhe një plan projekt, bëri dhe një plan, apo jo? Ç'a bëri? I tha Aliut radhiyallahu anhu, këtij fëmis që tham kur erdhi Islami ka qenë 8 vjeç, e rriti vetë pejgamberi këtë. Ebu Talibi, xhaxhai i pejgamberit, ishte i varfër, kishte shumë fëmijë. U mblodhën gjithë të afërmit e tij, thanë, "Ti marrim gjithë në fëmijë se i s'po e çon dot më. Ti marrim gjithë në fëmijë të ndihmojmë." Profeti mori Aliun, e rriti vetë, që më vonë u bë ai kush u bë.
I tha Aliut, kur ti ki unë të dalë nga mbrapa shtëpisë për në Medinë, ti do shtrish të krevati im. Që ata të mendojnë që unë jam akoma këtu. Se arabët kishin burni. Po ta shikoshin tjetër në gjumë, nuk vishin të vrisnin. Ata të mendojnë që që e ka ty, mirë, dakor. Ushtri Aliu ke krevati ti. Pra, do po thënë, pranoj vdekjen me dur të veta, që hajtë në vrisnin, se kështu i bi, apo se po i shkrepeshe atyre, shqynin derën e vrisnin. Pra, ishte vdekje e sigur. Kush e pranoj, të e për ky riu, ky. Aliu. Madje i tha Aliu, tha kur ti ki unë për Medinë, ti që do bësh? Ti do ndash borxhet që kam unë, pra çfarë borxhesh kam unë, amanetet e mia, gjitha ato gjëra që unë i kam barr, do t'ia çosh secilit ato që i takon. Pra borxhet do t'ia çosh Zotit ti, do të kthesh amanetet në përvend e tjerë. Aliu, ky. Madje caktoi edhe Esman, vajzën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që ka qenë 27 vjeçe, për ushqim, për të larë, për shplar, madje kur e përgatiti këtë natë, kur i përgatiti kjo goca, Esmaja, përgatiti pejgamberin dhe baban e vet, pra Abu Bekri, i përgatiti për hijret, për të shkuar tashmë në Medinë. Ja përgatiti të ushqimet, të veshmbathjet e tjerë, po s'kishte me çati liste. S'kishte ushkur, nuk kishte litar. Po që të litarën e vet që mbante hijabin e vet, nga mezi e hoqi, e ndau në dy gjysma dhe i lidhi njërën bukën, njërën diçka tjetër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Laqad abdalaki Allahu nitaqik hadha bi nitaqayn fi al-janna." O Esma, Allahu ta zëvendësoi këtë rripin që ti hoqe, këtë ushkurin me 2 litarë në xhenet. Kjo pra ishte. Dhe Abdullahi, djali tjetër i Abu Bekrit, që fshinte gjurmët, mas ikte profeti me Abu Bekrin, ai fshinte gjurmët shkretir që mos të ndiqnin nga mbrapa. Pra shiko se si është mbështetur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Madje është mbështetur profeti sallallahu alajhi wasallam këtë rinjt edhe në çështjet më delikate, kur etiketuan, akuzuan Aisha radhiyallahu anha, nënën e besimtarëve që ka bërë immoralitet. E profeti sallallahu alaihi wasallam u konsultua me Usame ibn Zeidin. U konsultua me atë. Madje ka qenë një sahab tjetër i cili quhet Utab ibn Asid. Utabi ka qenë që Allah shpërblet. Utabi ka qenë 21 vjeç në atë kohë. Mirë po kur u çliru Mekka, u çlirua dhe i kishin dorë në muslimanëve, profeti alayhi salatu wasalam caktoi këtë djalin e ri, 20 vjeçar, për të qenë prisi i Mekës. Ti ishte imami i tyre namaz etj etj. Utabi ky. Kurse Abdullah ibn Zubairi, që ishte i vogël, djali i ri, ishte ai që mblidhte ata që për shembull po të pranonte dikush Islamin, do të vinte të jepte besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jepte besën përpara. Zubairi ishte ky që i merrte ata e sillte para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zubairi ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Mus'ab ibn Umairi ka qenë djalë i ri, 24 vjeç. Mus'abi, unë dëshiroj, kemi kohë? S'kemi thënë as 5%. Mirë, do të përmend vetëm këtë se kjo është e bukur dhe e mbyllur. Allah është shpërblet. E po thashun që je i riti, po ti s'ngjon mu. Tani, Mus'ab ibn Umairi, ngjoni me vëmendje këtë se ka udhëzuar 2 persona të rëndësishëm në Islam. Edhe çfarë larg pamësie ka pas ky njeri. Profeti e dërgoi atë në Medinë, për t'i mësuar njerëzve për të bërë davet. Dhe ç'a bëri?
Musabi u lidh me njëri i cili quhej Esad ibn Zurara. Ky Esadi kishte njerëz të njoftur në Medinë. Edhe tha, nëse ikim me këtë unë ngacmon njëri se ka fis të madh atje. Se kështu ishin edhe atëherë me fise, kupton? Shkon Musabi atje dhe me një cep Medinës. Do t'i tani kanë qenë dy njerëz që kanë qenë trima në atë kohë dhe kanë qenë të parë të fiseve në atë kohë. Saad ibn Muadhi dhe Usaid ibn Hudayr, radiyallahu anhum, dy prej sahabëve. Këta bëshin davet tash, Musabi bënte davet njerëzve, i mësonte të dyre Kur'an etj. Mirë po tani Saad ibn Muadhi i thot shokut vet ngushtë, Usaid ibn Hudayr, i thot shikon ata atë do ata çuan deri po na marrin qaf njerëzit, po i fusin frymën e keqe, po i mësojnë Islamin. Kështu që thot i këtij thot mi qafë thot se unë i veja unë e hiqa kokën thot po kam çun halle të Esad ibn Zurara. Po mos t'ishte i me atë kishin punë në mua, kështu që i këtij. Mi qafë thot qat. Po më thot Usaidi, nxjerr shpatën kë shkon atje. I thot Musabit, ti. I thot ngjo këtu thot. Ose do çosh, ose do pushosh thot nuk do përmendesh me Kur'an këtu, ose ndryshe mu zhduk që këtu. Ose do pushosh, pra ti rri këtu në Medinë, s'ka problem, po mos ngjoj Kur'anin këtu. Ose do përmendesh Kur'anin, ik nga këtu, se do kesh punë me mua. I thot Musabi, ose thot gjeni zgjidhje të tretë. Pse dy? O kështu. Shi zgjuarësia e sahabëve, shi zgjuarësia e atij çunit të riu. Thot ti më themu dy alternativa, o ti iki o të pushoj, jo. Gjem një tretë se ndoshta të pëlqen apo. Pa hajër më thot ky. Unë thot do të citoj një jetë kuranor. Do të citoj këtu ti ta dëgjosh. Nëse të pëlqen ti je njeri i zgjuar apo. Pranoje. Nëse është gënjeshtër, është poezi, është gjëkoti, iki vetë. Em saft thot, ma mbushë mendjen I thot ky. Ishte njëri I rënd Usaidi ibn Hudayr, ishte I pari I fisit vet. Hajde ta dëgjojmë një herë, ul ky. Fillon Musabi ibn Umeri I lexon Kur'an. 1, 2, 3. Vazhdo edhe pak. Vazhdoi ajetet kuranore, 1, 2, 3. Thot, ç'a bëhet kështu? Ç'a duhet bëj një njeri që të pranoj fen tuaj? Thot Esad ibn Zurara, vallahi thot ne e pam Islamin e ti para se I ta shprehte. E pam në fytyrë thot, që ai kërkonte të pranonte Islamin vetëm ato jetë që dëgjoi. I thot Musabi ibn Umeri, zgjedh thot, s'ka filozofi të madhe, thot, shko thot diku lau, merr gusul, thuaj shahadetin la ilaha illallah, fal 2 rekate, je musliman. Ç'a thot thot, kështu po. Merr gusul kë, pranon Islamin para këtyre, fal 2 rekate. I thot Musabi, dëgjoj po tani kemi një bela tjetër, thot, ç'a ke? E shikon atë burrin e tij thot, për Saad ibn Muadhin. Po, ai ishi I pari I fisit vet. Po e pranoi Islamin, thot kush e di se sa qindra njerëz do kesh mbrapa thot. Kështu që thot unë do ta sjell thot ti udhëzoje. Okej thot ky. Niset Usaidi për Saad ibn Muadhi. Po Saad ibn Muadhi ishte njëri I zgjuar, thot ky iku me një fytyrë tjetër, ne erdhëm me një fytyrë tjetër. Ç'a I ndodhi këtij valla? Ka I ndodhi diçka këtij. I vin Usaidi thot nuk e di thot unë I thash thot të pushojmë, po shko veti herë më mirë thot se kush e di thot ik veti herë thot aty. Ikë se ti si e përgjoj thot. Shkon vet Saad ibn Muadhi aty. I thot siç tha shoku im, o do pushosh ose ik nga këtu më zhduk thot. 2 gjëra thot, e nxjerr shpatën. I thot Musabi thot po dëgjoje thot. Dëgjoje po të pëlqeu mirë, s'pëlqeu do iki unë thot do çon. Po njëta gjë ndodhi dhe me Saadi. Pranoi Islamin. Thot, më lexoj atë Kur'anor, lexo 2, 3 katë, të pranoi Islamin, pranovën Islamin. Dhe kur vdiq Saad ibn Muadhi, xhax, profeti sallallahu alajhi wasallam u pa të hestën në majat gishtave. I thanë o dugurë, ç'po ecën në majat gisht? Po ai shumë me lajke sa shofun këtu, sa ku të eci the. Do në erdhen kush e di se sa mirë, thuhet 70.000 engjëj, kanë ardhur për të fal xhenazën Saadit. Thuhet që është tronditur arshi I Allahut azza wa jall. Sa ishte ky? Sa 7 vjeç. 26 vjeç, sa 7 vjeç.
Saad ibn Muadh, kur vdiq, u trondit të arshi Allahu. Për këta burra, për këta kanë qenë adoleshentë. Këta. Ta ishin ata. Mirë, dhe frasim me zanin. Kisha shumë, por as 3% nuk tregova. Amin.